Gjatë 2 viteve të kaluara është bajt ashtu siç e dini domethënë karnevali Golden Eagle, i cili i këtë kalu pritjet tona për nga numri i pjesëmarrësve të publikut dhe kjo tregon që kjo fest është pritje zakonisht mirë nga ana e qytetarëve të Kosovës, por jo vetëm. Jam krenar, por më meritor për këta janë qytetarët e Suarexit dhe gjithë Kosovës, sepse ne mund të organizojmë gjithçka dhe të sjellim këtu artist, por nëse publiku mungon, atëherë i mungon sigurisht vlera dhe këtij festivali. Natyrisht ndihem jashtëzakonisht mirë dhe kjo na jep përgjegjësi që ne të vazhdojmë edhe vite të tjera, natyrisht me një organizim edhe më cilësor, në mënyrë që vërtet jona e kësaj feste të kalon jo vetëm kufit e Kosovës, po edhe më larg. Pra që vinë Suareg, me gjithë këtë publik besoj që të jetë shumë bukur dhe në skenë, kena pak emocione, por besoj që të ja dalim se është gjithë ky njerëzi që ka ardhur sot. Gjithmonë kam qenë i gëzuar, i lumtur për publikun sepse janë njerëz që mi duan këngët, unë jam shumë i lumtur për këtë gjë. Që mi duan këngët.